Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Syri. Sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem 3 veprimtarë të çështjes kombëtare, 3 aktivistë të palodhshëm të cilët gjithë jetën e tyre ja kushtuan atë dheut, edhe pse në mërgim rininë e tyre e kaluan nëpër vuajtje të cilat i kaloi gjithë kombit shqiptar. Sot në studio kam të nderuarin zotin Naser Salihaj, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Zotin Shevqet Cakiqin, në Vashticën, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Si dhe veprimtarin apo njeriu që ka luftuar dhe ka provuar të pajton dhe të bashkon gjithmonë shqiptarët, zotin Ibrahim Dreshaj, mirë se erdhët. Dhe faleminderit për kohën që keni gjetur vinin. Faleminderit për ftesën, e mirë, shumë faleminderit për ftesën. Sot është një ditë, sot jemi në muajin mars. Marsi është muaji kur filloi epopeja e lavdishme e familjes Jashari dhe 5 marsi, 6 marsi dhe 7 marsi për çdo shqiptar është një ndjenjë veçantë dhe një ditë e veçantë. Unë dua t'i pyes mysafirët e mi këtu si e përjetuan dhe çfarë kujtimesh kanë nga ajo tragjedia e madhe e familjes Jashari, që të njëjtën kohë është një krenari e madhe kombëtare. Të Cakiqi, ju si e përjetuat fillimin, sa them kështu, kushtimisht fillimin e lavdishme të luftës son çlirimtare, sepse aty janë themelet e lirisë. Epopeja e UÇK-s edhe epopeja e Prekazit dhe familjes Jashari është një ringjallje, është një zgjim i ndërgjegjes, sepse në atë masakër u vranë 3 gjenerata, u vra gjyshi, u vra baba, u vra fëmija, u vranë gratë, fëmijët. Dhe atë që pritke Miloševiqi dhe regjimi serb që të mbillte frikë dhe të mbillte dëshpërim të shqiptarët, ndodhi e kundërta. U zgjuan shqiptarët, u bashkuan shqiptarët dhe plus kësajna u zgjua dhe ndërgjegja ndërkombëtare dhe u bashkua edhe bota demokratike me Kosovën, me idealet e Kosovës, me idealet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prandaj na sot jemi falënderues familjes luftarëve dhe para gjithash komandantit legjendar Adem Jashari. Zoti Cakiqi, ju çfarë mund të na theni se edhe ju keni qenë në formë mënyre i përndjekur, i vuajtur, i përvuajtur, apo si du shuan, nëse sikur ja një pjesë e madhe e elitës kombëtare. Ne gjenerata jonë, gjenerata edhe Naserit edhe Ibrahimit edhe unë pak më i ri, i takojmë gjeneratës sartë të vitit 1981. Unë isha në shkollë të mesme, kur janë organizu këto demonstrata, dhe për demonstratat masive të mëdha janë zhvilluar në Podujevë, në cilët ka marrë pjesë me 1 prill, me 2 prill, edhe kem tentu dhe me 3 prill, po është bo gjendje jashtëzakonshme, edhe janë mbyllë shkollat, edhe kam pasu pastaj represionet, burgosjet, dhe aktiviteti jonë pastaj ka vazhdu me shpërndarjen e gazetave, literaturës ilegale, shkruarjen e parollave, për lirimin e të burgosur me politikë që veç në 81-ën mas aty në demonstratave pasoj represioni, burgosjet masive. Kështu që unë jam burgos pastaj në vitin 1982 si 18 vjeçar. Dhe mund të paramendoni një burgosje me një nen 133 si ka qenë delikti verbal, një absurd i kohës. Dhe si 18 vjeçar kam bajt 4 vite burg dhe tipit të mbyllur. Dhe çka kisha dashur me përmend në gjithë këtë periudhë jetësore që e ndi vetën ma vonë të përmbushur, në një periudhë kam qëndruar në një dhomë me Jakub Krasniqin. Dhe kur u shpall Kosova e pavarur, kur u zgjedh Jakub Krasniqi, u zgjedh kryetari i Kuvendit Kosovës, kam pas fatin që të shkoj në Kuvendin e Republikës Kosovës, që të takoj me kaprit në foajene e Kuvendit, dhe kjo ka qenë një përmbushje e ëndrave tona. Derisa në vitin, për shembull, kur kemi qenë një dhomë në Qeli, në Burg, 1984, vetëm shkrimi i 2 shkronjave, KR, ka qenë delikt edhe ka qenë dënim drakonik për ato 2 gjëra. Ne kemi shumë pyetje, dhe është fatkeqësi se ju kemi shumë rrallë, nuk ju kemi shpesh të bisedojmë gjatë. Për çdo bisedë që mund ta bëjmë, Zoti Cakiqi.
lufta, kontributi gjatë luftës, para luftës, dihet. Sot jetojmë liri. Sot e kemi shtetin tonë, sot e kemi demokracinë tonë, sot kemi parlamentin tonë. Ishte kënaqësi kur e keni vizitu zotin Jakub Krasniqi për ju, me siguri, dhe për mu të ishte kënaqësi dhe krenari të vizitoj, sepse kur keni qenë atë qelinë e Burgut, nuk keni ndru vetën të ashenin parlamentin e Kosovës. Absolut. Është tepër emocionuese kur një kolegë ose një mek që keni vuajtur në qelitë e Burgut është në pozitat shtetërore udhëheqëse. Mirë po, sajnit kënaqur me qeveritë aktuale që edhe sa mendoni a është duke bërë mjaftueshme për lirimin e tyre dhe a është duke dhënë qeveria e Kosovës atë që duhet ta jap 100% ose 100% ose të shkarojë edhe më shumë se 100% për të shpëtuar ose për të dalë vërteta dhe të kthehen këta bitë UÇK-s në shtëpitë e tyre, sepse për mu definitivisht janë të pafajshëm. Sigurisht. Po, fillimisht ideja e gjykatës speciale ishte orientuar në një gjykatë e cila do të bënte pastrimin e akuzave të dikmartit. Mirë po, me vazhdimin e kohës, ajo gjykatë pastaj mor u zgjenue një farë mënyrë dhe mor kompetenca edhe një drejtim të padëshirueshëm. Kështu që me qëllimi fillestar i formimit të kësaj gjykate speciale, që ishin akuzat e dikmartit për trafikim të organeve, dhe ishte qëllimi që të bëhej një proces edhe të hyshin në proces ato akuzat që të hidheshin poshtë, dhe si u zhvillu. U zhvillu në atë formë që mor një konotacion ma të dëmshëm edhe ma të keq, dhe gati thua se u haruan akuzat fillestare, u haruan edhe absolutisht sot në gjykatën speciale as që përmenden ato akuzat e dikmartit, as që përmenden trafikimi i organeve, që është një absurd, një kohë që as Shqipëria si shtet në atë kohë nuk e ka pas në spitalet normale, nuk e ka pas atë teknologji mundësinë e transplantimit të organeve. Ne kuptojmë se është e pavërtet, komplet, ajo është deklaratë që kërkon nuk ka bazë faktike. Ne duhet të ngritemi, duhet të ngrejmë zonën për mbrojtjen e bardhësve, ose realisht njerëzit që sot janë në Hag, janë bardhësit kryesor të ushtrisë ligjore. Ata nuk janë individ, nuk është Hashim Thaçi një individ, Jakub Krasniqi një individ. Ata përfaqësojnë, ata njerëz përfaqësojnë ushtrinë ligjore të Kosovës. Një ushtri e cila ka bërë një luftë të drejtë, një luftë fisnike. Unë dua ta përmendin një rast të një komandanti për një gjest fisnik, thot kështu thot. E marrëm vendimin për me ekzekutua një komandir të një stacioni policisë. U organizuam, shkum, por në momentin kur e taku me fëmijë dhe e kemi ndërprej aksionin. Do thot ushtari i ushtrisë ligjore e ka ndërprej aksionin për luftën e policit, kriminalit, për shkak se u kanë me fëmijë. Nuk ka në botë ma fisnikëri se kjo. Kjo është pjesë edhe e traditës tonë nacionale, e cila edhe përpara njeriu i cili ka qenë me grua ose me fëmijë, nuk është shtinta. Dhe është një fenomen që ai ushtar e përmend edhe e thotë që nuk e ekzekutuam shkaku se ke fëmijën për cilje me atë kriminalin serb. Edhe e kanë leju, nuk e kanë ekzekutu, nuk e kanë kryer atë aksion. Kjo është një dëshmi se luftarët e ushtrisë ligjore të Kosovës e kanë pas edhe nga tradita jo nacionale, kombëtare, që kanë vrarë vetëm armisht, kanë vrarë vetëm njerëz që kanë armatosur. Vetëm virë e frontit. Asnjëherë nuk kanë bërë asnjë krim, as në popullsitë civile, as në gra, as në fëmijë. Dhe kjo na bën edhe krenar me ushtrinë ligjore të Kosovës, na bën krenar me bardhësit e asaj ushtrie që është Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi. Për mua është pak e rëndësishme se si quhen bardhësit e UÇK-s. Emrat Hashim apo Kadri apo. Mirë po, për mua është me rëndësi se si qytetar i Republikës Kosovës, si njeri që kam qenë dhe unë pjesë asaj historie, ndihem shumë keq kur i shoh bardhësit e UÇK-s në Hag. Mirë po, a mendoni që qeveria e Kosovës dhe institucionet tona janë të bërë atë që duhet me bë, dhe është ajo që më mira që janë të bë
që ata të kthehen në Kosovë? Duhet shumë me bo. Sidomos tash vonë dul Grenell, ish përfaqësuesi special i presidentit Trump për Kosovën, i cili tha se burgosja dhe mbajtja e tyre në burg po i vjen era politik. Realisht, kur një Grenell del dhe thot këta edhe bën kërkesë për lirimin e tyne, ne duhet edhe 2 fish ta ngrisim zonën për kërkesë për lirimin e tyre. Zote Cakiqi, çfarë mund të thonë ju? Por ne dim që për një periudhë kohore kemi pas, do të thotë në kohën e perandorisë osmane nuk kemi pas mundësi shkollimi. Po, sigurisht. Populli shqiptar është arsim dashës, edhe realisht është përkujtimi i 7 marsit është përkujtimi një shkolle që ka qenë shkollë laike, se shqiptarët kanë pas arsimim edhe shkollim fetar dhe religios që nga antika, që nga koha e Bizantit, që nga koha nën ka pas arsim, mirë po konën suaza të religionit edhe të kohës. Ndërsa si shkollë e parë laike, shkollë kombëtare, me ide kombëtare, na e kemi, do më thënë, 7 marsin, edhe shfrytëzoj rastin që gjithë mësimdhënësve që unë i konsideroj si herojt Kosovës, se në vitet 90-ta ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, kanë punu e kanë mbajt arsimin të panënshtruar ndaj okupatorit, dhe realisht është një ndër fenomenet e kolonive dhe popujve të kolonizuar, të cilët kanë ditë ta organizojnë jetën e vetë si në arsim, në shëndetësi, në politikë, të pavarur nga okupatori, nga koloni. Për mu personalisht është një problem shumë i madh kur ndëgjoj që ata mësuesit tonë, ata mësuesit dhe po ikin sot në Gërbet. Po ikin, kanë punu pa mjete financiare, kanë punu pa të ardhura, kanë luftu, kanë qenë në farforme shpirti jo nacional. Edhe sot në lirinë e Kosovës ata ikin prej Kosovës. Zotë Cakiqi, ju si shini këtë në mora këtë datë, sepse për mu është një datë e zezë në historinë e njerëzimit. Po, vetë Evropa dhe vetë bota, mas kësaj date, nuk është më aja që ishte. Realisht, Kosova ka me fitu primatin dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, se ka me marë primatin, ka me qenë ma afër edhe strukturave të NATO-s, edhe ma afër Bashkimit Evropian, edhe ma afër SBA-ve. Unë veç duhet të citoj kryeministri i Britanisë Madhe para 2-3 ditë dha një intervistë, një gazetë të njohur El País të Spanjës, dhe jo rastisht të Spanjës, të një shteti që nuk na njeh, edhe e bën krahasimin e veprimeve të Putinit me veprimet e Miloševićit. Në të njëjtën mënyrë me nacionalizmin që është ngritën në Kosovë, në Miloševići, në të njëjtën mënyrë thot ngritet edhe Putini me Kijevin edhe me nacionalizmin e tij, duke u thirrur se Kijevi ishte djepi i Rusisë edhe djepi në mesjet. Dhe realisht është ajo e vërteta se Moska e ka marrë krishterimin nga Kijevi, edhe si djep i civilizimit dhe i krishterimit, depërtimit krishterimit në Rusi fillon nga Dnjepri, lugina lumi Dnjeprit edhe Kijevit dhe të kalon tutje në Moskë. Ma vonë pastaj është quajt e ka marrë emërtimin Rusi dhe Ukrainë. Realisht në këtë kartë luan Putini dhe një krahasim tillë që e bën kryeministri i Britanisë Madhe është një sugjerim për Spanjën që Kosova është një rast krejt tjetër dhe nuk do të merr një shembull negativ që Spanja mos ta njoh pavarësinë e Kosovës. Unë pres që shpejti Kosova do të njihet edhe nga këtu 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, edhe ato do ta njohin. Unë e pres që shumë shpejt do të hapet procedura për hyrjen e Kosovës në Këshillin Evropian, pastaj në NATO, Bashkim Evropian dhe në OKB. Unë shpresoj që shpejti vetë popullsia, populli rus, do ta rrëzoj Putinin, edhe do të filloj demokratizimi edhe i Rusisë, edhe i Ukrainës, edhe do të filloj edhe stabilizimi dhe qetësimi i botës. Theksuar se shpejt Kosova do të jetë pjesë antare e NATO-s dhe antare e Këshillit të Evropës dhe institucioneve evropiane. S'po ku dëshirojmë ashtu. A dëshirojmë, por
pse deri sot, edhe pse kanë kaluar 11 ditë nga fillimi i luftimeve, qeveria dhe institucionet e Kosovës nuk kanë bërë kërkesa zyrtare. Në antarësim NATO është përmend, është fol, por deri sot nuk e di që kanë pasur ndonjë kontakt me selin e NATO-s ose në vizitë presidentit ose kryeministrit NATO. Ne edhe dyta nuk e di se kanë bërë një kërkesë zyrtare Parlamenti i Kosovës, Kryetari i Parlamentit të Kosovës, institucionet e Kosovës, Këshillit të Evropës që ta antarësohet, pasi që tani është moment edhe historik, sepse Rusia është e përjashtuar. Unë thjesht muna me kuptu që janë të papjekur, janë tri, edhe Albini, edhe Glauku, edhe Vjosa janë tri në politikë, edhe po du me dëshiru, ose po du me besu që e kanë nga papjekuria dhe pa dija e ty nëse pa përvoja e ty. Realisht, unë e kam një besim të madhë në shtetin shqiptar, i cili është antari NATO-s, edhe politika e shtetit shqiptar është ajo që neve duhet na udhëheq, edhe ne realisht duhet të jemi bashkë me politikën shqiptare, se politika shqiptare është bashkë me politikën e NATO-s, edhe është antare NATO-s. Ky është një fat i joni. Edhe realisht unë besoj që Shqipëria... Besoj dhe shpresoj. Po, besoj edhe shpresoj se Shqipëria dhe këtë vit është edhe kryesuese e Këshillit Sigurimit në OKB, është antare NATO-s, këtë vit ka ardhur edhe njësia pej Shqipërisë e ushtrisë në kuadrët NATO-s kanë ardhur në vendosën në Kosovë, edhe na nëse dëshirojmë mu antarësu në NATO, na mas pari do të bashkëpunoj me shtetet fëqinjet NATO-s, dhe me ushtrinë shqiptare, ushtrinë maqedonase, të Malit Zi, edhe gradualisht deri të arrijmë në Bruksel në qendër. A mundemi zotit Cakeqi pa Amerikën? Sepse kemi pas raste kur në parlamentin e Kosovës janë hap durë dhe kanë thonë nuk e ndëgjojmë ne Dragodanin, jemi shtet, kemi... Pa Amerikën, jo që nuk mundet Kosova, po pa Amerikën nuk mundet as bota. Para mendoni, po të mos ishte Amerika, si do të kishë përfundu lufta e parë botërore, si do të kishë përfundu lufta e dytë botërore. Në gjitha proceset historike, Amerika ka luajtur një rol në mbrojtje të lirive dhe të demokracisë të shteteve në krejt botën. Dhe jo vetëm Kosova, po Amerika është një garanci edhe për Evropën, edhe për shtetet tjera që kanë si ide dhe si postulat ekonominë e tregut, parlamentarizmin, demokracinë, drejtat e njeriut dhe rendin e ri botënor i cili shtrihet në pjesën e globit euroatlantik. Këto janë vlerat cilat ne duhet jemi jetësisht lidhuna me to për ardhmërinë tonë si Kosovë. Do më thonë që jo vetëm ne si Kosovë, po komplet pjesa euroatlantike duhet jenë falenderuese dhe duhet jenë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur thonin se 20 vjet nuk është bërë kur gjë, Vestper, vjedhje, hajni, kjo ka qenë një forme... Akuzë rreme. Akuzë. Tash vinë Amerikanët, para disa ditëve... Ambasadori i ri, po. Ambasadori i ri tha, Kosova është një histori e suksesit, një mrekulli në vete. Mrekulli e ka qështë. Mrekulli. Ta që kanë arrit shqiptarë për 20 vjet, po tjerë për 70 vjet së në kanë arrit. Tash po se dulim të politika jashtme është edhe pak dhimbje ime shpirtërore sepse kam shumë për qef. Unë kam një pyetje kështu. Kosova për shembull nuk ka staf diplomatik në gjitha ambasadat. Kur krejt bota është në krizë, krejt ambasadat e botës janë në lëvizje, ne në disa vende nuk kemi ende ambasador. Si komentohet, është kjo mos përvojë? A është në ekscelencë, apo si mund të shpjegojmë, sepse ne jemi shtet i ri dhe kemi nevojë edhe për njojë, kemi nevojë edhe për lobime, kemi nevojë edhe për miqësi, dhe ne në për shumë shtete mike nuk kemi ambasador. Unë mendoj, sikur atë pjesën e parë, se janë njerëz, momentalisht janë njerëz pa përvojë dhe nuk e dinë rëndësinë e përfaqësive diplomatike, sidomos në shtetet e rëndësishme, se mos dërgimi ose injorimi i përfaqësuesve të vet, ambasadorëve në shtetet e mëdha, shtetet mike, është një shaj i keq për shtetin i cilin duhet ta përfaqësojnë. Unë po du me besu që e kanë nga padia dhe nga pa përvoja. Ndoshta edhe mungesa e buxhetit, se realisht diplomacia është një kushton bukur shumë edhe kjo, ndoshta është edhe kjo arsyeja. Po ndër tjera unë du ta
potencoj për Kosovën, po edhe për Shqipërinë dhe demokracitë e reja që janë në Ballkan, nuk është demokracia vetëm zgjedhjet e lira, parlamenti edhe shteti edhe drejtat e njeriut e këtu. Mirë po është edhe mundësia e barabartë për të gjithë. Ne një farë mënyrë nepotizmi edhe dërgimi njerëzve familjarve në për pozicionet ndryshme ka bo që një farë forme këtë dhe më thonë që mundësia e barabartë për të gjithë që është shtyllë kryesore e demokracisë dhe na të mos ta kuptojmë. Dhe më na e kuptojmë demokracinë, shtetin si zgjedhjet e lira demokratike, qeverinë, parlamentin, drejtat e njeriut, edhe aty përfundon. Mirë po, një ndër shtyllat kryesore është dhënia e të drejtave të barabarta të gjithëve. Nuk është e thonë tash njerëzit me mbiemra, na kemë rastin në Kosovë, mbiemra të ndryshëm politikanëve, komplet familjarët e tyre i kije në pozicionet ndryshme edhe në diplomaci edhe sen. Kjo është një gabim. Duhet t'u jepet mundësi edhe shanse barabartë të gjithëve. Një fakt e kem që rasti i Sali Berishës në Shqipëri për korupcion progresiv, i cili për shkakun komplet familjen e tinaj e kanë ndaluar hyrjen në SBA. Është pikërisht këtu. Dhënia e shansave fëmijëve të tinaj, familjarëve të tinaj për mu pasuru e neglizhimi i pjesës tjetër popullsisë. Njëjta na e kemi edhe në Kosovë. Unë përshëndes shumë listën e zez amerikane për korupcion, unë kisha pas dëshirë që aja listë amerikane edhe në Kosovë. Tash paramendo, na e dim gjithë në Kosovë për shembull veç shiqeo mbiemrat. S'po du tash me i përmen mbiemrat, nuk ka nevojë, po mbiemrat e politikanëve caktuar, vargiset pe kryetar komune, e ministre, zavens ministre, do më thonë një familje e tonë, një klani tonë, cilë pa edhe mu më shqetëson pse njerëzit në Kosovë nuk shqetësohen, pse nuk e marrin seriozisht, po një farë e marrin si normale atë punë, a nuk është normale, pse kjo është një farë lëndim i zemrës demokracisë. Zemra e demokracisë është mundësia e barabartë për gjithë. Do tjetë ushtria jonë nëse ne japim 1 milion ose 1 miliard, ma e fort me këtë fond nëse jemi keq me NATO dhe nëse nuk e kemi koordinu me NATO. Dhe shtrohet pyetjet ku do t'i blejmë në armet, nëse NATO dhe vendet mike nuk na i shesin. Unë kam një shembull konkret vitin e kaluar kur bëj intervenimi i policisë në verit Kosovës, kur u bëja kërkesa për ato autoblindat, për ngjyrosin e autoblindave, do thot reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë me notë. Do thot nuk guxojmë si organe, si shtet, nuk guxojmë të marrim veprime cilat janë në ndesh me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe NATO-s. Realisht ashtu si tha dhe Naseri, na nuk mundu me ble asnjë armatim pa miratimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Edhe çdo gjë që duhet bëhet me ligj, me buxhet, edhe miratim me miqët tanë që i kemi në Kosovë. Unë këto për shembull me shndru ushtrinë në një OJC, një organizatë jo qeveritare cila kërkon donacione, është serioze dhe mu ka do kështë fyrje për ushtrinë. Ushtria duhet ta ketë buxhetin e vetë garantuar me ligj. Nesër me qenë lufta mu shpall, nuk bota e vullnetarisht valla kush po don hajde në luftë. Po shteti organizon edhe të mobilizon edhe të hep ligjin që thot pe moshës 18 vjeçare, 65 vjeçare duhesh me mbrojt atë dhënë. Nuk të lënë në kohë në gjendje lufte me thonë valla vullnetarisht kush sa të jep, sikur fondi, kush sa të jep edhe kush sa të mundet, hajde ta mbrojmë atë dhënë. Atë dheu është mbi gjitha. Ushtria duhet mbrohet duhet të financohet me buxhet, me ligj edhe të ketë prioritet mbi prioritetet. Unë jam për këtë formë, mu kjo ma shumë ka dokë që ka qenë ma shumë një lloj propagande edhe shfrytëzimi një pak euforie për pak poena politik, i cila mas pak kohë ka mu harru, sikur ai fondi vitit kaluam, se dhe një fond tjetër që 2-3 fonde i kanë formu, mirë po nuk kanë funksionu dhe nuk janë realizu. Është një element du me përmenë se
bota dhe Evropa nuk do t'jetë më ajo çka ishte para shkurtit. Realisht, pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, kanë ndërru strategjit komplete edhe të Evropës edhe të Amerikës. Po, plus kësaj, ne si shqiptarë, si Kosovë, edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe Macedonia, edhe Malizi, kemë fatë se të gjitha administratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë një gojë. Edhe letra e Trumpit, edhe letra e Bidenit, është që bisedimet dhe përfundimi i bisedimeve shqiptaro-serbe do t'jetë me njohjen reciproke. Kjo është para shkurtit. Dhe unë jam i bindun që kjo do të forcohet edhe ma shumë, mas shkurtit, edhe mas agresionit të Rusisë në Ukrainë. Se realisht dëshirojnë që t'i forcojnë pozicionet në Ballkanin perëndimor, SBA, NATO-ja dhe Amerika. Dhe realisht vetëm ne kemi me, dhe më thonë, Kosova ka me jashtë NATO, Serbia dhe Bosnia. Në krejt rreth shtetet janë antarët NATO-s, edhe Bullgaria, edhe Rumania, edhe Greqia, edhe Malizi, edhe Shqipëria. Vetëm ne, dhe më thonë, kemi me si të mbyllur. Edhe një element du me përmenë se është, unë shpresoj se Serbia dhe populli i Serbisë do të vedisohet që Rusia nuk është një mbrojtës i ortodoksisë. Me vetë shembullin se Rusia aq brutalisht e sulmoj një vend vllad vetin ortodoks, e ka dëshmuar që Rusia nuk është mbrojtës i ortodoksisë. Mirë po është mbrojtës i oligarkisë, është mbrojtës i njerëzve të Putinit dhe i diktaturës. Shpresoj që edhe serbët të vedisohen dhe të kuptojnë se nuk kanë mbështetje dhe mbrojtje të sigurt nga Rusia e Putinit. Është bindje ime personale dhe ndoshta shumë njerëz mund ta marrin absurd, por unë besoj që kur në historinë e njerëzimit nuk ka pas luftë fetare, por pos e kanë përdorur fen për interesat politike, okupimi dhe zhvillimi. Unë desha të dalim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Cakiqi, çfarë mendonin për katër shtator? Po, unë shoh si është një ngjarje historike, edhe atëherë është quajtur në vazhdoj ashtu të mendoj se aty janë bë nënshkrime, domethënë të përfaqësuesve të Republikës Kosovës në Selin ose në shtëpinë e bardhë të një superfuqie. Edhe në atë marrëveshje ka hyrë, domethënë, edhe njohja e Izraelit, një ndër njohjet më kualitative në këto për një periudhë shumë gjatë që s'ka njohje. Vjet e fundit u kon njohja më kualitative e për Kosovën. Anën tjetër, na duhet jemi të bindur se ajo marrëveshje ka qenë për zhvillimin ekonomik të rajonit. Do thotë, kanë dalë aty ide për autostradën, kanë dalë ato idejet për Hekurullën, për Durrës, për lidhjet me aeroport, dhe na sot e dim se sa e rëndësishme për Kosovën është lidhja e Hekurullës me Durrës, edhe nga Durrësi për fushë Kosovë e me vazhdu deri në Minhen, siç kemi pasur më herët. Dhe këto kanë qenë angazhimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Para mendoni ti ma mirë dhe ma qartë e kanë mendu Amerikanët, se sa vetë na për veti, ka njëherë bile thëmë, ma mirë po i din ata disa kërkesa, disa nevoja, se sa na vetë që jetojmë Kosovë. Derisa na ende mendojmë Hekurullën, e mendojmë si diçka kaluar. A është jetike për neve. Hekurulla nga Durrësi, mu lidhë me fushë Kosovën, me kalue, deri në Minhen, është jetike për neve për ekonominë. Nga kjo arsye, kjo mbrapametja jonë ekonomike, kjo ikje e trive, është pikrisht për kësaj. Para mendoti na po ta kishëm lidhjen hekurullore, ta kishëm lidhjet me autostrada, çfarë zhvillimi do të kishë pësu rajoni. Dhe nga njerë bile thamë, une, ma mirë mendojnë Amerikanët, dhe të huajt se sa na ka njëherë për vetë vetën. Për thëmë, kjo është pak... është e dhëmshme, po fuqinë ekonomike dhe ekonomia... Dhe unë e shoh që ka qenë një marrëveshje historike, edhe e shoh një interesim, si kur baba, fëmijën e vetë që e merë për dore, që ashtu ka njëherë ma që mallin Amerika që na merë neve për dore, na po kojit për disa gjona. Jemi në stadë të fillimit shtetit dhe është normale, është mesia, është mesi.
Realisht ne kalum be një orë gjysmë, ku ai është jashtëzakonisht shpejt, ka që kemi në dispozicion, mirë po unë du dhe një pyetje për fund, ose një mesazh, pasi që ne jetojmë diaspor, nëse unë kam harru dhe që kam ju pyet, po ta të pys për shoqatën në streze, mirë po kohës na premtoj, më vjen keq, mirë po unë kisha kërkuar nga ju nëse kam harru diçka, më pyet, mund ta shprehni, mund ta thoni. Unë kam një mesazh se Mërgata në Zvicër është duke u zhvilluar, është duke përparuar, sidomos këtë vit na kem një fenomen që një ndër gazetat më të shpërndame në Zvicër, 20 minutën, ka filluar që të botohet dhe të shtypet edhe në gjuhën shqipe. Pastaj numri i madh i studentëve dhe i trive, të cilët janë integruar në gjitha nivelet e Zvicrës, e bën një mërgatë produktive, cila gjithmonë dhe gjithherë do të jetë krah i Kosovës, krah i Shqipërisë, krah i Adheut. Dhe realisht ka njerë si me humor dhe atë fjallën që thojmë që do të trajtojmë Kosovën si një kanton të 27 të Zvicrës. Dhe i dëshirojmë edhe mendojmë edhe punojmë për të mirën e Kosovës, Shqipërisë dhe gjithkund ku jetojnë shqiptarë, Lugim, Preshevës, Maqedoni, Malzi e tjera.